fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Efesia 9:5-16. Duke e shfrytësuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Efesia 9:5-17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Efesia 9:5-18. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymë. Efesia 9:5-19. Duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Efesia 9:5-20. Duke e falënderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Efesia 9:5-21. Nënshtrohuni njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Efesia 9:5-22. Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj por si Zotit. Efesia 9:5-24. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Efesia 9:5-25. Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Efesia 9:5-28. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta por si trupat e tyre, kush do gruan e vet do vetveten.